Keni një plan ju se çfarë doni të bëni pas përputhen ose për çfarë doni ta shfrytëzoni përputhen? Unë mendoj se siç tham, edhe mund të gjej unë mund të përputhem aty. Po erdhi ajo goca që unë. Jo, e kam fjalën për te kësaj. Kur të marrë përputhen. Unë do vazhdoj me streaming career, domethënë. Duke vazhdo karrierën time në streaming në Twitch. A është i monetizuar Twitch-in në Shqipëri? Mund të fitosh lekë? Po është. Po. Po unë se kam monetizuar akoma, po është, po. Po monetizoj pra se avash. Po ti heqës ça? Atëre, unë e di që jam pak ndryshe nga fusha ku studioj edhe që do kem profesionin, por mua më pëlqen fakti që të kisha një, le të themi një emision timin, në një podcast timin për shembull te Top Channel ose edhe për shembull të komentoja përputhenin. Na kanë dhënë neve si ide, na thonë që domethënë kjo është një gjë shumë e bukur që mund ta bënim, of course nuk na kanë bëjmë. To be honest, ne bëjmë daily on stream. Po, ne bëjmë komentin edhe gjitha shakat, gjitha batutat, edhe ato insightin e personave që janë aty e bëjmë edhe kështu që Top Channel për shembull, një të premte nuk do ta kishte të keq për shembull një le të themi një orë shtone për shembull mbas përputhen. Si lloj video YouTube. Pak fare tash kemi.